Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, kurse dërgojmë salatat dhe selam i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ndëruar vëllezër, po vazhdojmë me ligjëratën e radhës. Realisht ky është hadithi i 5 në radhë, por është ligjërata 14, sepse më ndodh që disa hadithe shkak të kuptimit të madh që kanë, po na jep më tepër se një ligjëratë, por edhe ligjëratat janë realisht të shkurtëra, rreth 30 minuta. Sikur se kam cekë edhe në hadithet e kaluar, dashur vëllezër, këto hadithet gjitha janë hadithet të mëdha, të rëndësishme, janë bazat prej bazave të fesë. Në veçanti ky hadith që do ta marrim sot, të nderuar vëllezër, është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Është i shkurt, ka fjalë pak, por ka kuptim të madh. Dhe dietarët kanë folë fjalë të mëdha dhe kanë vlerësuar jashtëzakonisht shumë këtë hadith, shkak të rëndësisë të madhe që ka në fenë tonë dhe për rujtjen e fesë tonë. Hadithin e transmeton nëna e besimtarëve, Aisha radhiyallahu anha. Thot, ka thonë pejgamberi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë i dërguari i Allahut alaihi salatu wassalam, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Ai cili shpik në çështjen tonë diçka që nuk është prej saj, fa huwa radd, ajo është e refuzuar. Këtë transmeton Buhariu dhe Muslimi. Kurse në një rivajet tjetër, cilin e shënon Muslimi, është një kuptim i parafort, po dallon pak në disa shprehje. Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Kush bën një punë që nuk është në përputhje me ato që kemi punu ne, laysa alayhi amruna, ne s'kemi punu ashtu, fa huwa rad, është e refuzuar. Dallojmë pak në formulim, por e kanë pothuajse të njëjtin kuptim. Kur shpik diçka, fi amrina hadha, në çështjen tonë, është fjala në fen tonë, ma laysa minhu fa huwa rad, diçka që nuk është prej saj, është refuzuar. Dy-tri fjalë tash edhe fillimisht për Aisha radhiyallahu anha. Këtë transmetues të këtij hadithi është njëra ndër gratë e profetit alayhi sallam, madje është gratë më të dashur që ishte profeti alayhi sallam. Është siddiqa e sinqertë, bija të sinqertit. Pse e sinqert kjo? Sepse kush e ka dëshmu sinqeritetin e Aishës? Kërit sahabët janë sinqert. Por kjo është sinqert sepse Allahu ka zbrit Kur'an me tregu se Aisha ka qenë sinqert kur u mundun me akuzu dhe me linçu. Andaj thuhet as-siddiqa, e sinqerta, bija e të sinqertit. Dhe gruaja, s'pa dëshim të sinqertit e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, ishte prej grave që më shumë t'je donte profeti sallam. Ndaj me një rast u pyet ja Rasulullah, e pyet njëri prej shokëve të tij, subhanallahu, çfarë sjellje ka pas profeti sallam me masën, me njerëz të përgjithësi. Çfarë komunikimi ka pas? Dhe çfarë përshtypje të mira ju ka lënë njerëzve profeti sallam në komunikim. Dhe kanë menduar sahabët, nga komunikimi mirë ju ka bështesh, ju ka fol mirë, i ka prit mirë. Dhe secili ka menduar që ky pasi sa të ndaj që të fol mirë,
ka për qafe, e të flet mirë, e busesh kur të flet, të na është qaj që do. Kështu se ka pas profeti sallallahu alaihi wasallam, ai u kom me të gjithë. Dhe ky person po më thon që profeti e don më shumë ti që to, se vërtet po sillet mirë të dhe një ditë po i thot ja Rasulullah, mesin e shokëve. Po dënë edhe me vërtetu që atë bindjen që e ka, po dënë edhe tire mi të regu se kështë kështë që mund e të pejgamberi se në të ja Rasulullah, men e habbu nasi ilik, cili është personi më i dashur te ti, dhe po precipi thot ti, dhe Aisha. E këtu ka të regu se personi më i dashur që ka qenë, është Aisha radiallahu ta'ala anha. E ma që fillon me folë për këtë, i thot e pas ta i tha, në Aisha në regull gruja ti, e ka pranuar. E pas Aishës, ka thonë boba i saj, Abu Bekri, mos ka vetë heq mani, ka thonë lisë, kumë me ditë ku jam mëne, në lisë pash, mirë si da shumë dhe zërme të, dhe që e ka prit mirë, i ka folë mirë, se ka fitu për shtypjen që personi që më shumë t'i e dëmë për vejtë e selam më të pekryshtë. Si të qoftë, por ka qenë dashur me dashur e profetit alayhi salatu wassalam. Sigurisht disa kanë thonë Hatixha, disa Aisha, sepse dhe Hatixhen e ka dashur shumë dhe e ka respektuar shumë, se ka harru kur. Saqë Aisha më një rast të thotë, është një person që edhe mas dekjes halohet xhelozoi. Ajo dek, po halohet xhelozoi, po shumë për don profetit dhe po shumë pas ka dasht, sepse e ka përmend shumë. Edhe mas i ka vdek, realisht nuk është martu, po i dësor me asnjë gru tjetër, derisa ka qenë atij gjatë gjallë. Pastaj e ka përmend shumë Medine, Hatixha, dhe jo vetëm kaq, po dhe e kanë nderuar familjen rrethën e Hatixhës, e kanë nderuar për shkak nderit të madh dhe respektit që ka pasur bashkëshorten me saj Hatixhën, Hatixhën radiallahu anha. Si do të thotë, ibadet gjike e madhe, por ka xheru shumë, askete, sjellje, zohd, por ka qenë edhe e mençur dashur lëzër shumë. Ka thonë Dhahabiu rahimahullahu ta'ala, afqahu an-nisa'i al-umm 'ala al-itlaq. Dhahabiu ka një libër jashtëzakonisht të rëndësishme, ka folë për sahabët, jo vetëm sahabët, edhe për shumë prej personalitetet të rëndësishme të botës ose të dietarëve. Për Aishën ka thonë që është afqah, gruaja më e mençur e ummetit 'ala al-itlaq. Pa diskutim, kështu ka thonë Dhahabiu. Kurse Ebu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, një shok i profetit sallam, po thot, idha ma ashkala alejna hadithun qattu, fasa'alna anhu Aisha illa wajadna indaha minhu ilma. Sa që kemi pas ndonjë problem me një hadith, dhe kena pyet Aishën çdo herë na ka zgjedhë, na ka dhënë përgjigje. Kështu po thotë ky sahabi i nderuar, kurse Imam Zuhriu rahimahullahu ta'ala thot Aisha radiallahu ta'ala ka pas dije sot gjitha gratë e profetit dhe gratë e tjera i ka transmetuar mbi 2000 hadithe nga profeti alayhi salatu wassalam. Rëndësia këtij hadithi dashur vëllezër, ka thënë Ibn Hazari rahimahullahu ta'ala, Ibn Hajar al-Asqalani, هذا الحديث ky hadith ma'dudun min usul al-Islam, llogaritet prej bazave të fesë dhe rregull e rëndësishme min qawaidi, prej rregullave të fesë. Dhe ky hadith thot mujna me thonë se është gjysma e dijes, subhanallah. Gjysma e dijes të fesë, po ato që ky hadith. Sepse përmes këtij hadithi sqarohen shumë gjëra. A bën filan vepra, as bën filan vepra, bën veç e kena veç ja çet vogël. Trak. A ka bo profeti? Po, vazhdo. Se ka bo profeti? Jo, nalë që atu. Hish më sëllon më nej.
Për shta po dhe gjysme e dijes ose e fejës është në të hadith, sepse e sqaron ose i sharon shumë do shumë probleme, jo probleme, po edhe polemika, edhe fjole, vepra, ndoshta edhe adhurimet që njerëz bojnë, pretendojnë veprime të ndryshme, ky hadith i sharon. Kurse Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ka thënë shëndezër, innehu qaida adhime, ky hadith është një rregull i madh për rregullave të Islamit, wa innehu min jawami kalimi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është prej atyre shembujve që profetit Allahu azza wa jalla i ka dhënë një gjuhë gjithëpërfshise, fol pak, fol shkurt, mirë po jep kuptim të gjë. Kush men ahdatha, ai që shpik ose bën diçka që ne nuk e kemi punu, është refuzuar. Pik. Kjo është nga fjalët e profetit sa që i ka thënë. Andaj ka thënë Imam Nawawiu, dhe ky hadith është sari, është i qartë në kundërshtimin e bidateve dhe shpikjeve që bëhen dhe jo mba fes. Ka pas në kalumen disa janë trashëgu, disa ka prej tyre veprave dhe sot ka në vende tjera, mos ju shkon me në veç me një, sepse bidatet janë ashtë zakonisht përhapura në med, sa habitet besimtari këta njerëz, a lexojnë Kur'anin dhe a kanë mësu hadith të Profetit sallallahu me shku me ndëgju në përbotën islamën disa vende se mos njerëz zakonisht ka bidata shëllëzër të mëdha, shumë të përhapura, edhe në besim, edhe në ibadete, edhe në vepra dhe kështu me radhë. Allahu na lut, për sigurisht se ka dhe të lehi. Imam Nawawi po thotë se ky hadith është një rregull, është një argument i qartë, një armë e fuqishme për me i refuzu dhe me i azgjesu, ose me ju kundërvy bidateve dhe gjënave të shpikura. Dhe kjo thotë është për atyre që duhet me mësu përmesh, dhe me ditë këtë hadith edhe hoxhallarët, edhe talebet, edhe besimtarë, sepse është një rregull. Kurse njëri për dietar tjetër, Ibn Hajar al-Haythami, ka thonë, po, është për fjalë parafërta, kjo është një rregull madhe për rregullat e Islamit, dhe është për më të mëdhajeve dhe më të rëndësishme nef'an, dhe më shumë të që ka dobi, sepse thash, ja sqaron rrugën besimtarët, po dhe ja shkurton rrugën në sqarimin e shumë pikpyetjeve kanë herë që lindin a bën me boqë to. So pyetja është a bën hoqi kjo? Veç e kena këtu. Tak, a që ta të barkudin. Tit, nuk bën, sipas ka po profeti. Në rregull, edhe vazhdon, pra ata po të shumë rëndësi dhe prej hadithe më të dobishme në fenë tonë. Kurse një tjetër dietar Ibn Daqiq al-Eid rahimahullahu ta'ala ka thonë ky hadith është një hadith i madh, një rregull i madh min qawaid ad-din, dhe është prej fjalëve, prej haditheve që prej sallam ka thashë më herët ka folë shkurt, pak, por ka pas kuptim të gjatë. Fa innahu sariyun fi rad kulli bid'a, para fërsisht i përngjan fjalës së Ibn Hajar al-Haythami, dhe kjo është argument i qartë në refuzimin e bidateve dhe çdo gjëje shpikje të re. Dhe fjala e fundit për dietarë për me treguar rëndësinë e hadithit. Që ka dashur të zërë, dhe me tregu se Imam Nawawi ka përmbledh vërtet hadithe të rëndësishme në këtë libër. Qala Sa'di rahimahullah, janë dy hadithe të mëdha. Njëri ka kaluar më herët. Janë dy hadithe të mëdha. Yadkhulu fihima ad-dinu kullu. Në këto dy hadithe hin krejt feja. Janë dy hadithe të mëdha. Në këto dy hadithe krejt feja hin. Usulu wa furuhu, bazat dhe ato më dytësore çka janë. Dukshmet dhe të padukshmet, ose feja dukshme dhe e padukshme. Hadithi i Omerit radhiyallahu anhu, hadithi i parë, cili ka qenë innamal a'malu binniyat. Veprat janë sipas niyet. Ky është hadithi që tregon për brendësinë.
A pranohet vepra, cili është kushti? Janë dy kushte për më pranu një adhërim të Zotit. Janë dy kushte, veç dy. Kushti I parë ka të bëjë me brendësinë, me niyetin. Innamal a'malu binniyat. Veprat janë sipas niyetit dhe ka kallëzu hadithi. Ka dikush që ka bëu hijretin për shkak të dunjallahut. Dikush është ku me fitu lek në Evropë, me fitu pore, edhe me ku bëu hijret, por rrebra çfarë hijreti ti? Ti ke shku me fitu pore, alhamdulillah, inshallah ke fitu me halal dhe ke shpërblim sepse e mon familjen. Por shpërblimi I hijretit përmenden hadithe tjetër mohabet. Pra tash vëllazër, niyeti, dikush ka në hax, niyet mirë. Dikush nështë nuk e ka shumë pas. Dikush jep me niyet mirë, dikush nështë nuk e ka niyetën shumë të mirë. Si do qoftë, pjesën e brendshme e rregullon ky hadith. Veprat janë sipas niyetit. Dhe çdo vepër të dashur vëllezër besimtar që niyeti nuk është për Allahun, ai vepër është e refuzuar. Mundet me qenë rregull, mundet me qenë mirë, por është e refuzuar për shkak të niyetit. Dhe ky është hadithi pas thotë se ky dietar janë dy hadithe të mëdha, të cilat hyn feja krejt. Njëri këtë boj me të brendshme në shkadithi në melamal e binjat veprat janë sipas niyetit. Dhe hadithi dytë është hadithi që jemi duke folur për të. Ky hadith ka të bëjë me pjesën e jashtme. Dhe ky është kushti dytë I pranimit të veprave, cili është që ibadeti me qenë në përputhje me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Moni men, janë dy kushte për pranimin e veprave. Kushti I parë niyeti me qenë për Zotin. Çyke namazi jo. Nëse I mungon runa Zot, kushti I parë nuk është niyeti I mirë. Ma dehova e fal, ose ma dehova e na fal. Dhe kushti I dytë që vepra me qenë sipas sunetit të pejgamberit, për shkak ka thënë Allahu zen më na mësu. Andaj nëse dikush do të thonë niyetin e kam të mirë dhe e ka niyetin e mirë, por drekën e fol 6 recate, me vedi dhe 6 për do me fol. Dhe na jo zotnin nuk është rregull, ose thot për hekmi të hejotin krejt. Pra, nuk e bën sipas udhëzimit të profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ky është kushti I dytë dhe ka të bëjë me pjesën e jashtme. Ne ka hundë shumë zot këtë dietar, janë dy hadithe, cilat hyn feja në përgjithësi ose në tënësi. Edhe ato gjanat bazike, edhe ato që janë më dytësore, edhe të brendshmet edhe të jashtme. Pjesa e brendshme është sinqeriteti, ato din vetëm Allah, po ato po na shëron hadithi. Veprat janë sipas niyetit dhe hadithi I dytë është ky hadith që veprat me qenë në përputhje me mësimet e profetit alayhi salatu wasallam dhe udhëzimet e tij. Dhe ajo vepër që bien ndesh me sunetin e tij, me rrugën e tij, çka është e refuzuar. Men ahdatha, kanë folur dietarë disa një sqarim të shkurt të fjalëve të këtij hadithi, se është më rëndësi. Kush ahdatha është me shpik. Ahdatha, pra fjalë ahdatha me shpik ka diçka të re. Pra punon diçka të re, që s'është punuar në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ahdatha është kjo me shpik. Kush shpik diçka fi emrina në çështjen tonë, në çështje pra në fen tonë. Dikush don pra me këtë fjalë është vëllazër tregon se çështja ka të bëjë me fe, me ibadete, me adhurime, me besim. Dhe kjo automatikisht I përjashton gjëra të tjera të dunjallahut. Kush shpik diçka që nuk është e fesë, po është e dunjallahut, nuk është e ndaluar. Nuk është ndaluar, tonë me shpik, kanë qenë atër shpijat me qerpeqe dhe me tulla me qerpeqe me lëq. Sot nuk ka më as qerpeqe, as lëq, sot është tjetër. A është kjo ndaluar? Nuk është ndaluar, se s'ka të bëj kjo me fej. Mjetet e udhëtimit, ka qenë devja, ka qenë kali, ka qenë gomari, ka qenë... Sot ku e gjon një kali, për hastrecën e gjon. Është vetura, është ajo, a është kjo ndaluar, a bidat? Nuk është bidat, sepse kjo s'ka të bëj me fe. Fi emrina hadha. Në këtë çështjen tonë, ma lejse minhu, dhe kjo fjalë pastaj hala është më e rëndësishme,
çka nuk është prej saj, pra ka mundësi dikush do të thotë bën një vepër që në parim ndoshta është e re për çatë kohë, por ajo është e ka bazën fe. Thotë që nuk është prej saj. Pra po bën diçka që s'ka bazën e fe, nuk ka praktiku profeti, që ajo është refuzuar. Valla dikush, për shembull, teknikë do të thotë nuk po them se s'ka qenë e njohur, por ka qenë ma pak e praktikuar, mos them fare, namazi, falja e namazit të natës në Ramazan me në xhamia që po falen tash. Ma herët nuk ka qenë praktik. Që ku janë 8 vjetër, po nëse jam çfarë vjetër, po e më mend, i kemi fal taravijat edhe në rregullina. Tash po falet namazi natës në shumë prej xhamive të vendit tonë. A është bidat? Çka e mendja? Së është bidat sepse është fal, ani pse tek ne për një kohë nuk është praktiku, ose dikush se ka ditë. Pra nuk është diçka që s'ka bazë në fefi emrina hadha në çështjen tonë ma lejse minu, çka nuk është prej saj, pra çka nuk ka bazë në Kur'an, as në Sunet, as tek sahabët, çka ndodh me këtë vepër të tillë, të shpikur, të ka të bëjë me fe, të pabazuar në fe, çka ndodh me ta? Fehuaret, kjo është fjala e fundit, ajo është e refuzuar. Mos u lodheq. Mos bëharxhi me hiç. Sepse po thot profeti, ajo është refuzuar të dashur vëllezër besimtar. Ky hadith është plot dobi dhe ky hadith sharohet e shpjegohet shumë në çështjet e fikut, të usulit, të takides, në gjitha lëmit të vëllezër, sepse thash është një hadith i rëndësishëm për me sqaru fen dhe për me pastru fen prej gjërave që i vishen pastaj edhe që kjo është e mirë me bo dhe që kjo është e mirë me bo e këna bo gjithë peshirë me ka bo pejgamberi selam ne pas bo pejgamberi selam Allah e bëne edhe Allah të shpërblefte ka më shpërblefte së njëti mirë po mos e pas bo profeti selam e as shokët e ti e as në Kur'an nuk e gjonë mos u la sepse nuk është gjohë e mirë me pakon mirë e kish bo kush e kish bo pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka shumë dobi dashur vëllezër. Për këtyre dobive ka thënë selam wa iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kull bid'atin dalala. Runu ka thonë për gjërave të shpikura, sepse çdo kullu bid'atin dalala, secili bid'at vepër e shpikur është dalale, është humbje. O kullu dalalatin fi nar dhe çdo humbje lahitet pastaj është në xhehenam. Dhe bidat për të shbëzër, ose vepër e shpikur është ajo, është mund me qenë fjallë, mundet me qenë vepër, që jo është në vesh fes, por që nuk ka bazë asë në Koran, asë në Sunet, asë të praktika e sahabëve. Ka thonë Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, kuptimi i bidatit është çka shpik dhe nuk ka bazë në fe që argumenton ose që e lejon. Kurse Ibn Taymi rahimahullahu ta'ala ka thonë bid'a ma khalafat al-kitab wa sunnah wa ijma' salaf al-umma. Bidat është ajo që është në kundërshtim me Kur'anin, Sunetin dhe ijma'in e ummetit. Min al-i'tiqadati wal ibadat, prej besimit dhe prej ibadeteve. I kam përmendur shumë dietar disa rregulla për me dallu se çka është bidat, kanë thonë en yakun al-amal muhdathan, që vepra me qenë e shpikur, kjo është kriteri i parë. En yunsaba aw yudafi lid-din, që mju vesh fes, pra me thonë është ibadet. Thash më herët ka disa vepra që janë treja, por nuk kërkosh nuk thotë që është ibadet. Për shembull, mikrofoni, zërimi. A ka pas në kohë të pejgamberit sa mikrofon?
A ka pos, a o thirë e zonë e mikrofon? Nuk o thirë. A është ma se vop e thirë në mikrofon? Së është ma se vop. Vesh nëse përhopet ma shumë, e që përhopet ma shumë atëherë, përhopet pak ma shumë hojri. Për ndryshe, si me mikrofon, si pa mikrofon, mikrofon nuk i shtrohet fesë, është çështje çka i shërben, pa dyshim, mirë po nuk është dhe kriteri tretë që mos me pas bazë, mos me pas argumente. Vepër e re, mi unë vesh fesë, pra me pretendu se është ibadet dhe mos me pas argumente. Një shembull, Abdullah bin Mesudi radhiyallahu anhu, shok i Profetit sallallahu alaihi wasallam, një herë duke qenë në Irak, ka hyrë në një xhami pas sabahut dhe ka po një grup të xhamatit, ishin po një farrethi, edhe kishin secili dogur në dorë, edhe ja bëjke njëni kebiru me, thunë 100 herë Allahu Akbar, atë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, të nëgjej. Helilu me, sebihu me, thunë 100 herë Subhanallah, 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 duke nëgjej. Që ka një du po? E po diçka një vepër që s'ishte praktik. Që ka një du po? Po bojnë në dhikër, e për numrojna, mos me harru. Mos e harru, tha gjënohet e juve. Këto të mira, tha si harran zote, mos e tot në për ata. Gjënohet mos e harru, tha vajle kom. Tha mirë për juve o umeti Muhammedit. Sa shpejt keni fillu me lajthit, subhanallah. Hala shokët e ti janë gjallë mesin e ju. Hala sahabët ishë, edhe vetë ishë sahabi. Halo sahabët anën mesin e ju. Halo tha tesh atë profetit nuk janë tret. Halo anë që profeti është ushqy, halo nuk janë thy. Pra, çika të shpejt fillut me prut diçka të re, çka nuk është bon kohën e pejgamberit sallallahu. Dhe tash është interesant. E tha një Abdurrahman. O baba Abdurrahmanit. Wallahi tha njeti mirë. Tha, wallahi, tha, nuk në dojsh dhe veç hajrë me bo. S'ke me qëllim të keq. A është keq me thonë Allahu Akbar? Qa pjo me meni? A është keq me thonë Subhanallah? Tha, wallahi, tha, nuk kena dojsh dhe veç hajrë me bo. S'kena mendu me bo keq. Dhe ka thonë tash një fjallë të artë dhe regull të artë. Wa kem min muridin lil khejri lem yusibhu, e so njëri e dënë hajrin pas ja qëllën. Si ja qëllën? Pra, kjo subhanallah është në regull, kjo është dhikër, po mënyra një kohë caktume, me një mënyrë caktume, më rrëthue, me bo si tradit, diçka që nuk është që kjo është bidati. A në të shmozër i kemi edhe një disa veprime që i bojnë, disa rituale, që nuk kanë bazë në fej. As i ka po profetesën, as ka porësit, as se gjenë Koran, as si kanë bo shokët e ti, as i kanë bo gjeneratat e arta, në veçanti 3 gjeneratat, 3 shekujt e parë, ose 3 gjeneratat e parë, atë cilat i ka lavdu profeti. Ka thonë gjenerata me e mirë është gjenerata ime, pra me shokët e ti, thumë me ledhine lunën, pastaj gjenerata pas tyre, thumë me ledhine lunën, pastaj ata që vinë pas tyre. Dhe kanë thonë djetarët, në qito 3 gjenerata shërëzë, edhe fikhu është formësu. Çdoherë ka ulemave, ka djetarët që japin fetvaje, shpjegojnë sa në treja, por në çështje të ibadetit, të adhurimit, nuk ka mundësi kur gjo mushtu në fej, sepse është bidat. Qatë moment që ka vdek profeti selam dhe nuk e ka legjitimu një vepër,
veprimi asaj vepre është në kundërshtim me sunetin e profetit alayhi salatu wassalam. Ky hadith është vëllazër me fjalë tregon se çdo vepër që nuk është në përputhje me sunetin e tij është refuzuar, kurse nga kuptimi kuptojmë se çdo vepër që është në përputhje me sunetin e tij është e pranuar. Imam Nawawi rahimahullah tash ka thonë, ky hadith është argument që ibadetet, siç është për shembull pastrimi, abdesi, agjerimi, namazi dhe të tjera, nëse bëhen kundërshtim me sunetin e pejgamberit alayhis salam, çka janë të refuzuara. Për shembull, dikush po thotë unë po duam i dhom mes mesave përfundri, sepse po eci dhe nëse është për ly, është për ly përfundri, dhe unë i dhom mes përfundri. A ka në rregull? Ja, nuk e ka në rregull. Ose dikush thot, i duket që po jetë mungo. Çu do të më dhom mes? Me log dorën dhe prej mojë të gishtave, mirov me dorë të lagur, këmbës ose mesës më mirë, me thonë që është e veshur në këmbë, deri mbi nyje, zot që i thëjmë na. Dikun e duket që po jetë mungo, e log komplet komën, këne, për punën të nëmë, që kjo e bidat. Bidat është. Nështë ta njëti është i mirë. Ose për shembull tesvi, 33 herë është mirë me thonë, thotë ne pëthëm 35 ma sigurt. Ja. Çdo shtim, çka ka orë në hadith, me vetë dije, nëse si e sigurt, a i bone 33, 34, atëherë shko ka e sigurt, kjo është tjetër. Po me thonë, hajtë pja që esë një 2 ma shumë që të, kjo është bidat. Dhe shembujt e tij do të thotë sa dëni, por nuk kam mjafton koha mu zëru shumë. Çdo dobitet e të shëllëzër, të gjëri bid'a fil umur e të abudije. Pra bidatet llogaritën në çështje të adhurimit. Çështje të adhurimit, po jo çështje të jetës të përditshme. Është një rregull. Në parim, çështja e adhurimit, çdo gjë është ndaluar vetëm ku ka argument që e ka praktikuar profeti. Në ibadet është shështu. Në parim, krejt ibadetet, pra nuk lejohet na me shpik në ibadet vetëm bazë të argumentit. Pra në parim është ndalimi vetëm çka ka ardhur argumenti. Kurse në çështje të dënjellokut, në parim gjithçka është e lejuar, vetëm çka ka argument se është ndaluar. E kundërta, në fe këtë është ndaluar vetë çka na ka thonë hadithi ose Kurani që kjo bën më bo. Në çështje të dënjellokut, krejt janë të lejuara, vetëm çka ka ardhur argumenti që s'bën më bo. Për shembull, në çështje të ushqimeve. Kije alkooli është ndaluar. Mishi dhe të ndaluar, tash s'ki nevojë e erri, e derja, e kingji, e dashi me brina. Në parim, domethënë kjo në rregullat të artë të dashur dhe besimtar, që e ndihmojnë besimtarit në shumë. Në fe, në çështjet e adhurimit, krejt adhurimet janë të në parim, por nuk lejohet mu adhuru Zotin me një ibadet që nuk e ka legjitimu profeti. Vetëm ato që e ka legjitimu. Kurse në çështjet e dënjellokut, në parim gjithçka është halal, vetëm çka ka ardhur argumenti që e ndalon. Ordo është dhe një dobi e rëndësishme, pra ka dallim mes ibadetit dhe gjërave që janë dobi të përgjithshme, sikurse ceka punën e mikrofonit. Nxemja tash xhami, po Allahi nuk është ibadet mund nxej, po na ndres ibadetin.
A ban më fal pa nxemje? Ban më fal, po këto janë dobi të përgjithshme që nuk janë si argument me thonë, valla në kohë profeti s'ka pas tepi. Këto janë çështje të tjera, domethënë nuk duhet me ngatru me çështjet të adhurimit. Kërkosh nuk thotë se më se vop është më fal në tepi se më fal në hasër ose nuk thotë kërkosh. Vetëm nëse ndodh është që kushtet e mira sigurisht se ndikojnë ndoshta në përkushtim namaz, ajo është tjetër muhabet. Pra duhet me i dallu ibadetet me çështje dobive të përgjithshme, mikrofoni në kohë pejgamberit sa mas minore s'ka pas. S'ka pas xhamia minore. A është minore bidat? S'ka të bëj minore me adhurim. Por është e rëndësishme, atëherë është bërë fillimisht për me ngrit zonën më tepër, por tash përveç asajna shërben edhe simbolik mu ditë ku është xhamia. Prandaj disa xhamia është me 1 minore, ka me 2 minore, ka më shkurta, më gjata me 6 e kështu me radhë. Por nuk është çështje, janë çështje që nuk lidhen nuk kanë bojnë me adhurim dhe kjo është me rëndësi tash. Prej dobive po ashtu është ky hadith tregon që fenë duhet me mësu, në mënyrë që mos me bëhet diçka çka nuk është prej fesë. Kjo hadith ka thënë që jo gjithçka çka shete është e mirë. Ja, në fe ose çka të ka thonë dikush, duhet me qitë vogën e profetit sallallahu alaihi wasallam me është e legjitimuar që kjo vepër, është e mirë që kjo vepër në haç tash vëzër Anxhelirët nuk kam qenë atje disa vite për shkak studimeve dhe nuk harro me po gjëra interesante. Vinë disa Anxhelirët për nga imanin e madhe dhe me mytë shejtanin këti mërë dhe gurë të mëdhej e tik të mreqet mirë e mënohet mja të rezit e disa me papuqe thot të më skret a e ma shkënë me kërthu Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar se ma të gurin të në qëtë gjuhë e është simbolik andaj me te i kalu udhëzimet e profetit kalen me njëherë në bidat. Jenë 7 cilje në tavafi, edhe në pe bëjnë 9, 10, asë në sënë vipo akimo, që kjo është bidat, me njerë kalën bidat. Ose është ato aja shenja e gjelbe ku duhet me fillu, unë e po filloj ma që kënej, ka të lëfar bosi. Bidat e unë njërë, mos shpek dhe qka që këto e ose plët veprat, do është dhe tira për shamull, së po përmeni shumë shamull, sepse ka sa dëmi. Me bo në i mënyrë të adhurimit, me bosë si të zakonshme, hajde po më ledhin çdo të martë edhe pe falim ka 23 qate bashkë, çdo në xhami, për shembull se çdo të hone. Kjo bëhet bidat, namazi është i lejuar, në parem, edhe është mirë më fal, por me një mënyrë caktuar, ditë caktuar, veç ashtu që kjo bëhet, pastaj kalon në bidat. Dhe subhanallahu tash edhe një rregull ose një këshill jashtëzakonisht e rëndësishme. Feja është plotsu. Dhe nuk ka vdek i dërguari i Allahut përveç se feja është plotsu. Çdo shtim që vjen pas dietarët ose i bjen që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se pas ka kumtu fenë që duhet, s'pas hadith që është mirë me bërë që është të kur des baba, se pas haditaj. I ka vdek Hatizja, i ka vdek bashortën e tij, edhe 6 fëmijë ka varros me duart e tij. Si ka bo plot do që e bojnë na. Plot do që e bojnë na mazdekjes nuk i ka praktiku, s'është transmetu. Ja këta dosht Hatizjen pejgamberi sallallahu dhe ja kish pas qef me i bo mirë, ja kush. Andaj, feja është e plotësume, el-jawme ekmeltu lekum dinekum. Në Hoxha Lam Tomirs, halo pa vdek pejgamberi sallallahu, halo të qenë gjallë, po zvret kjo ajet. Sot u plotësova fen tuaj.
El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, dhe ua përmbusha juve begatin time. Pra kjo fe është begati që Zoti ua ka dhënë. E plotësova, e përmbusha, wa raditu lakum al-islam dina, dhe unë jam razi, Allahu po thot, që kjo fe Islami me qenë feja juve. Andaj çto mane mushi mos shani kur gjo prej saj, edhe mos shtoni diçka sepse është të dyjat janë gabim. Allahu Azza wa Jall në mundësoft me praktiku fen që që ka praktiku profeti alayhis salam, dhe më largu prej gjërave të shpikura në fe, sepse ato janë të refuzuara dhe të papranuara. Mos e merrni tash këtë ders që shto shablan qysh është dhe me i gjuku dhe disa gjama, sepse ka pak sqarime, ka pak nuk është bashkë lehtë ashtu dëzër për masën e thjesht me i gjuku gjanat, por në përgjithësi është një këshill e ardhë që besimtari duhet me pas kujdes dhe me praktiku dinin e Allahut qysh e ka praktiku i dërguari i tij dhe në kalon të pastër si loti. Zoti ju nderoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.